Mirëmbrëma, motra të dashura. Sot do të flasim në lidhje me mëmësinë edhe shërbesën, se si ato janë të ndërthurura të dyja së bashku. Ne vim si gra nga role të ndryshme, nga histori të ndryshme dhe nga përgjegjësi të ndryshme, por qëllimi është për të pasur një zemër për t'u afruar akoma edhe më shumë me Zotin. Kjo është një ftesë për të ndaluar pak, për të marrë pak frymë dhe për të reflektuar që shërbesa jon, adhurimi jon, mëmësia jon nuk janë të ndara, por janë të përputhura në planin e Perëndis. Le të hapim zemrën tonë, le të shohim atë çfarë Zoti do të shërojë, do të forcojë secilën prej nesh për atë çfarë ne kemi nevojë. E ftuara në emisionin ton sot dhe un kam privilegjin që të prezantoj Valmire Gjekaj Uka. Valmira, mirë se ke ardhur në emision. Mirë se u gjeta. Unë jam mirënjohëse Zotit për ty. Ti je një grua që ke një dëshmi në frymën tënde, së bashku ti dhe bashkëshorti jot Gjergj Ukaj shërbeni në Podujev, dhe unë e di që para 2 muajsh ti ke qenë edhe drejtuese e Pukut të Grave, ndërkohë që jem në shërbes aktualisht në shërbesën me gra, në adhurim, në shërbesën me vajza të reja, por edhe në këshillim. Pse është e rëndësishme roli gruas në shërbesën sot në kishën tonë? Të mirë se u gjeta edhe një herë, është kënaqësi me qenë këtu, pranin tuaj. Atëherë kisha përbëhet nga individ cilët i thonë po Jezusit, cilët i përgjigjen pozitive shtrirjes së Jezusit, pa marrë parasysh a jemi gra, po edhe është njëjtë edhe për burrat. Trupi i kishës funksionon kur ne bëhemi bashk, edhe secili japim kontributin ton me ato dhunti që Perëndia na i ka fal. Roli i gruas natyrisht që është më i ndryshëm se sa i burrave, mirë po është vital. Është vital në funksionimin e kishës, shërbesave brenda kishës gjithashtu. Si e shohim thirrjen e gruas në dritën e fjalës së Perëndis? Bibla është e mbushur me vjetra në fakt, me vjetra raste ku shohim gra që na frymëzojnë edhe sot. Kemi raste si Ruthi, Fibi, Esteri, Maria, Marta, Magdalena, kemi shumë raste të ndryshme në Bibël ku Perëndia i ka vendosur, ka përdorur jetën e tyre për me na inspiru edhe sot. Andaj është jashtëzakonisht e rëndësishme me marr si frymëzim edhe sot, me marr këtë lloj inspirimi se sa me shku në botë me u frymëzu për diçka tjetër. Çfarë do që bëjmë, mënyra ku shërbejmë në komunitet, mënyra që ecim jashtë kishës, sidomos me qenë familje ndoshta më të pakta si krishterë në komunitet, njerëzit e shohin atë si dëshmi, njerëzit e shohin atë si frymëzim, mënyra si ecim, mënyra se si ndërvepron me familjarët, me të tjerët. Andaj çdo gjë që bëjmë është po e dërgon një shembull te dikush tjetër, edhe te jo besimtarët gjithashtu. Atëherë folëm në lidhje me historitë e grave në Bibël. Cila histori ose cila grua specifikisht është ajo që të prek më shumë në shërbes? Ose të frymëzon më shumë? Po, pa dasht me zvoglu rëndësinë e secilit rast ku Bibla frymëzon përmes grave. Për mua është shumë e veçantë historia e Marias dhe Martas, e motrave të cilat e mirëpresin Jezusin dhe discepujt e tij përgjatë udhëtimeve të tyre, kur janë 2 motra, janë komplet ndryshe me fokuse. Ne dim që Bibla e thekson që Maria ulet pranë këmbëve të Jezusit, ndërsa Marta është shumë e preokupuar që gjithçka me u dok në rregull, gjithçka me qenë kuzhina, ushqimi me qenë gati. Edhe natyrisht që unë e gjej veten shumë te kjo storje, për arsye se sa shpesh ne jo vetëm në kish, por edhe në familje dëshirojmë me u dok gjithçka në mënyrë të përsosur nëse vinë mysafirët, apo edhe për ne thjesht, po edhe në kish e kemi një shërbes e veçantë, është gjithçka në rregull, apo funksionojnë mikrofonat, është e pastërt, edhe shumë shpesh krejt çka Jezusi don është vëmendja jonë, është me shku në praninë e tij. Edhe kur Marta i ankohet Jezusit dhe i thot, unë jam duke bërë gjithçka, edhe ajo veç po rrinulur, Jezusi thot, kjo është ajo që duhet, dhe kjo është fokusi i saj dhe nuk mundet t'i merret kjo gjë, nuk mund t'i largohet sepse kjo është kryesore. Edhe shpesh ne gjejmë veten ashtu. Unë shoh veten shumë në këtë rast për arsye se jemi shumë si gra, si nana, sidomos jemi shumë të preokupuar se çka. A është gjithçka në rregull, a do të funksionojë gjithçka mirë, por Jezusi don pranin tonë, dhe ata jam duke mësu gjatë gjithë rrugtimit tim me Jezusin. Ajo është primare, por patjetër që ne si gra ndonjëherë jemi thirrur për të qenë edhe Marta edhe Maria. Ne ndonjëherë bëjmë të dyja. Patjetër që dallon ajo çfarë është primare, por është e vërtetë ne jemi edhe Marta edhe Maria. Sipas jush, si e trajton Jezusi rolin e gruas dhe çfarë mesazhi ai na jep sot?
Gratë në Judea në shekullit të parë janë trajtuar shumë ndryshe nga çka ne përjetojmë sot. Në atë kohë ato janë përballë në fakt me shumë kufizime shoqërore, të cilat janë formuar prej normave kulturore të asaj kohe. Ne çka e shohim në Jezusin është se ai bën diçka kontrast komplet me këtë normë kulturore. Ne kemi ndërveprime të shumta në Bibël ku Jezusi u ofrohet grave dhe ndërvepron me to dhe u jep atyre një bindje se ato kanë vlerë. Në atë kohë gratë janë konsideruar dytësore, nuk kanë qenë me status primar, do të thonë ndaj burrave kanë qenë dytësore. Dhe Jezusi e bën të kundërtën. Jezusi vepron në kontrast me këtë normë dhe ndryshon. Edhe kjo jep mesazh edhe sot. Për arsye se Jezusi na sheh me po atë vlerë edhe sot, në mënyrën se si ai ndërvepron me atë gruan te pusi apo me plot raste tjera, ajo është e njëjta edhe me ne sot. Ai dëshiron që na me u ofru ai me një lloj bindje që ne jemi me vlerë shumë të madhe në sytë e tij. Absolutisht po. Sipas jush, a ka kufizime biblike apo thirrje specifike për gratë në shërbes? Perëndia na ka krijuar në mënyrë të mrekulluar. Perëndia na ka bërë në imazhin e tij. Kjo do të thotë që ne jemi krijuar vetëm me role të ndryshme. Roli jonë si gra është pak më ndryshe, po jo më pak ose më i madh se sa absolutisht. Ne kemi role parësore, krahas burrave tanë ose krahas shërbëtorëve të tjerë, vëllezërve tanë në Krishtin brenda kishave. Unë jam jashtëzakonisht shumë e bekuar që ne sot kemi lirinë që mundemi edhe si gra, për shkak të normave kulturore që ne jemi rritë, sidomos në trojet tona. Unë jam shumë e lumtur që Bibla jep mesazh tjetër. Bibla jep vlerë grus, Bibla jep kuptim jetës së grus, për arsye se këtë mesazh shprehse e jep vetëm Jezusi. E kjo vlen sot më shumë se asnjëherë tjetër, për arsye se bota po na servon diçka krejtësisht tjetër. Bota po na servon neve si gra që me dal jashtë shtëpisë non stop edhe veç me i shërby të tjerëve dikujt tjetër por jo familjes. E kjo është nëse mi gabuar. Jezusi na thot shumë qartë se çka është roli jon. Edhe mendoj që ajo është shërbesa jon kryesore. Kurdo që ne e kemi kohën me kalu në martesë apo mëmësi. Kjo është shumë e rëndësishme me pas parasysh, për arsye se mundemi me keq kuptu si koncept se çka është roli jonë. Jezusi na sheh në mënyrë të barabartë. Ai na do, ai na ka kriju edhe jemi të krijuar në mënyrë shumë të mrekulluar. E përmenda dhe pak më lart shërbesën tuaj në adhurim, në këshillim me gra, si e keni ndjerë thirrjen tuaj në shërbes? Unë kam fillu me adhurim, në para shumë vite kur kam marrë te Krishti, kam fillu, ajo ka qenë shërbesa ime kryesore. Me gratë punoj shumë më shumë gjatë se sa, edhe me adhurim njëjtën kohë, mirë, po si jam ndjerë unë që ajo është thirrja, ka qenë momenti kur unë kam kuptuar që aty është vendi ku përkas. Unë jam ndjerë shumë rehat me dalë përpara ose edhe me pi një kafe me dikën individual, vetëm një me një. Për mua ka qenë komplet moment që hey, ti je ku duhesh me kanë. Jam ndjerë rehat, jam ndjerë që po përkas, edhe që ajo është çka Perëndia më ka thirrë për një sezon. Mendoj që Bibla e thekson shumë qartë që ka një sezon për çdo gjë, ka një kohë për çdo gjë, një stin për çdo gjë. Ndoshta nëse për 10 vite jam e thirrur për Perëndisë me punu me gra ose në shërbes, me adhurim, ndoshta pas 10 viteve ai do me më ndërku diku tjetër. Andaj kjo mundet me variu, varet prej planit të. Por e rëndësishme është që ti të jesh aty ku Zoti do. Dhe unë jam e lumtur që thirrja jote është aty ku ti ndjen paqe dhe ku Zoti do. Edhe një pyetje tjetër që unë besoj që shumë gra dhe vajza që po na dëgjojnë në këtë moment do të ishin të interesuara për të ditur edhe më shumë. Si mund të balancohet shërbesa, familja dhe jeta personale? Balancimi këtyre për mu të paktën ka qenë pozicionimi të trijave në mendjen time, në jetën time, kur unë e kom vendos çka është prioritare për mu. Në momentin kur unë jam bë non, para rreth 8 vitesh,
unë aty e kom kuptu se që ajo është për këtë sezon është shërbesa ime kryesore. Mësia ka qenë, por kjo është prioritet. Edhe për mu ka funksionu që unë e kam marrë fëmin me vete, por sa jam këthjell, themine, e kam marrë me vete në për takime, po kjo nuk do të thotë që është e vetmja mënyrë dhe funksionon për gjithë. Kjo ka funksionu për mu, për arsye se ashtu jam si person, por për dikë tjetër është ndoshta me marrë një hap prapa dhe me ondalë dhe me kushtu komplet kohën fëmijës që dhe ajo është shumë e mirë, nuk ka mënyrë të gabuar ose të drejtë në këtë aspekt. Mënyra e vetme që sipas meje funksionon është që duhet me i pozicionu. Çka është hierarkia, tash që do funksionoj pasi ti je bë nanë dhe po punon nëse je në shërbes apo një punë jashta kishe. Vendosi hierarkin, çka është prioritet për ty, a është më rëndësishme me bë diçka tjetër apo me i kushtu? Sepse prioritetet patjetër edhe ndryshojnë, do me thënë kur ti martohesh, kur bëhesh prind, prioritetet secili pasaj, por duhet jemi të lumtura që është diçka përkohësisht, nuk është që mund zgjasë gjithmonë. Është edhe përgjegjësi shumë e madhe, Perëndia na ka dhënë kaq shumë rol të madh, na me qenë përgjegjës për fëmijë, na i ka besuar, kështu që është e shenjtë, ne nuk mundemi me marrë në asnjë moment si të mirëqen, është e shenjtë sepse unë kam 3 fëmijë, për mua kjo është 3 mundësi treja me i dërgu këtë 3 fëmijët në mbretërinë e Perëndisë, me i dërgu 3 shërbesa. thirrje komplet, kështu që është shumë e rëndësishme. Çfarë mendon sipas teje, çfarë mbështetje ka nevojë që gratë të kenë nga kisha dhe nga udhëheqësit? Kur vajzat edhe gratë, kur vinë me vizione të reja, me ide, qëllime të reja, dhe ato i paraqesin për para udhëheqësve të kishës në këtë rast, mendoj që është shumë e rëndësishme me pa se çka është qëllimi tyne. A është qëllimi tyne për hapja ungjillit, inkurajimi i kishës dhe ndërtimi forcimi i kishës në këtë fakt, edhe kur të identifikohet qëllimi, mendoj që ajo e bën më të dukshme se a me inkuraju gratë, sidomos në kulturën tonë kemi nevojë me u inkuraju për me bën diçka, jo vetëm me udhëheq, po edhe me shërby, edhe me çfarë do lloj mënyre, për shkak se ne hasim shumë kufizime jashta kishës, e kisha duhet me qenë diçka tjetër, është me dhënë një shembull tjetër drite dhe shpresë. Patjetër. Si e shihni të ardhmen e grave në shërbes? Në një të ardhme? Unë lutem shumë që do të ketë një brez të ri, po edhe ky që jemi tash, të vajzave, të grave që do të ngrihen edhe do të kenë vizione të mëdha për mbretërinë e Krishtit në këtë këmbë. Është shumë e rëndësishme me pas evente ku gratë mblidhen bashkë. Bibla e cek që kur 2 e 3 janë të mbledhur, aty është edhe prania e Perëndisë. Andaj, jo gjithmonë është e nevojshme me pas një program në një grumbullim të sidomos grave. Është e rëndësishme me u shoqëruar bashkë, me ditë nëse unë po vi prej një qyteti tjetër, e ti po jeton në një qytet tjetër, me ditë çka janë sfidat e tua në shërbes, por edhe çka është diçka që ti mundesh me inkuraju mu. Edhe unë lutem për këtë gjë shumë, për shërbesën e grave në Kosovë, që do të ketë ide, evente të reja ku do të inkurajohemi me njëna tjetrën, pa pas nevojë gjithmonë me dalë më jashtë kufizimeve gjeografike, po mendoj me dalë jashta me kërku mësime atje, sepse ne kemi shumë, Perëndia ka dhënë. Dhe kemi goxha potencial, po është e vërtetë. Kemi shumë potencial për me inkuraju njëna tjetrën, nuk jemi ma foshnje në besim, kemi potencial ku mundemi me u bë bashkë dhe me dha mësime jashtëzakonisht shumë thella për njëra tjetrën. Për njëra tjetrën. Absolutisht. Shumë e rëndësishme. Po. Edhe një pyetje të fundit. Çfarë mesazhi do t'ju jepje grave që ndjen të pasigurta në thirrjen e tyre, në shërbesën e tyre? Ne jemi në planin e madh të Perëndisë për këtë vend. Andaj për me realizuat plan, për me ardha i plan në jetë, ne duhemi me thonë po Perëndisë, kur ai na jep një dhunti, mënyra e vetme se si me i thonë po është me dalë me provu. Nëse ke pak talent dhe ki dhunti për thirrje, për me punu me fëmijë, me shërbesën me fëmijë, me provu. Pra duke ushtruar. Ushtro, gabo, për arsye se ajo të dërgon në një vend më të mirë. Nëse gabon një herën tjetër do të kesh më shumë kujdes, do të rrisi, do të pjek edhe nuk do ta kesh më atë stres a me dalë përpara apo je duke i shërby fëmijëve dhe nga mrapa. Kështu që është shumë e rëndësishme me provu, me i thonë po gjanave dhe nëse ndihesh pak në siklet për me i thonë po si presion.
Valmire, faleminderit shumë për gatishmërinë tënde. Mua më gëzon fakti që ke një përvojë kaq të thellë dhe frymëzuese për mua, për çdo grua dhe çdo vajzë që sot të ka dëgjuar, dhe mbi të gjitha për rolin tënd si nën, sepse unë besoj që padyshim që roli jot si nën jep një peshë dëshmisë tënde edhe kur ti ndan, edhe kur ti flet. Faleminderit shumë. Teksa po e mbyllim edhe këtë kohë sonte së bashku, le të kujtojmë që nuk ishin vetëm fjalë që dëgjuam, por ishte diçka që e ripërtëriti zemrën tonë Perëndin. Zoti na kujton sot se adhurimi nuk kufizohet vetëm me këngë, shërbesa nuk matet vetëm në bazë të aktiviteteve që ne bëjmë, dhe mëmësia nuk është asnjëherë pengesë për thirrjen, por është një pjesë e saj. Le të kthehemi në shtëpitë tona, le të kthehemi në familjet tona me një vedije të re se Zoti e ka një sezon dhe sezoni i Zotit i e forca të reja dhe bindja ndaj tij ka një vlerë të përjetshme edhe kur askush tjetër nuk e shef. Uroj që secila prej nesh le të ecur përpara e forcuar me hir. Teksa shifemi të dielën tjetër në orën 21, Zoti ju bekoft dhe Perëndia ju mbusht me paqen që vjen prej tij. Natën e mirë.